Qyteti i Korçës do të mirëpres këtë fundjavë turneun kombëtar të tenisit Korça Cup 2026, një aktivitet sportiv që do të mbledh tenis të rinj nga e gjithë Shqipëria dhe vende të tjera. Në garë do të marrin pjesë sportistë në kategoritë R, OG dhe U16 për djem dhe vajza, duke përfshirë grup moshat 7 deri në 16 vjeç. Trajneri Ervin Rota thotë se me këtë aktivitet synojnë të promovojnë tenisin te brezat e rinj dhe të krijojë mundësi më të mëdha për zhvillimin e talenteve të reja në këtë sport. Primare janë fëmijët e vegjël, të cilët dhe ata janë e ardhmja, dhe gjithmonë mbas çdo aktiviteti që bëjmë me fëmijët që janë më të rritur ose me të rriturit, ne futim dhe fëmijët e vegjël të moshës 9-10 vjeç, domethënë 7, 8, 8, 9 dhe 9-10 vjeç. Si sport ka vazhdueshmëri dhe ka goxha kërkesa. Ky është një kampionat i cili ka një numër goxha të madh fëmijësh këtë vit, për arsyen sepse kemi dhe fëmijë të cilët na vijnë nga rajoni, nga Maqedonia dhe nga Greqia. Kështu që do jetë një kampionat shumë i bukur. Turneu pritet të sjellë në Korçë dhjetra sportistë, trajner dhe familjar, duke kthyer qytetin në një qendër të rëndësishme të aktivitetit sportiv për 2 ditë me radhë. Turneu organizohet nga Federata Shqiptare e Tenisit në bashkëpunim me Tenis Korça Club dhe do të zhvillohet në 13 dhe 14 qershor në qendrën sportive të Korçës. Korça Cup 2026 konsiderohet një nga aktivitetet më të rëndësishme të kalendarit kombëtar të tenisit për moshat e reja dhe një mundësi e mirë për sportistët e rinj që të testojnë aftësitë e tyre në një kompeticion zyrtar.